Jeni duke dëgjuar serin e audioprogramave të Institutit Demokraci për Zhvillim, D4D, i përkushtuar për përmirësimin e demokracisë dhe zhvillimit në Kosovë. Çdo javë, individ të ndryshëm mblidhen për të shkëmbyer idetë e tyre në sallonët e së martës. D4D sjell editorialin pranë jush. Në lagjën time, shkruan Rina Meta. Në rrugën e vështirë që nis me keqmbajtjen e monumenteve dhe përfundon me lehtësinë e vendosjes së tyre, gjëra tepër të bukura ndodhin. Në rrugët e ngushta, oborret e shkollave, prapa pompës së benzinit, në hyrje dalje të qytetit, në të gjitha sheshët anë kënd, zëvend mbi shkrimi, tabloja përkujtuese, busti, monumenti, obelisku dhe instalimi artistik. Janë mori shtëpish të vjetra, ndërtimësh historike, shtëpi figurash të rëndësishme kulturore e politike. Ka hotele të vjetra, objekte kulti, ndërtesa muzeu bashkë me një alamet numri elementësh tjera kulturore, që derisa i bashkohen listës sime, krijojnë një ushtri të begat aktivësh kulturor. Jashtë tablos së bukur që krijon thirrja e tërë këtyre emrave, fshihet ftohtësia e listës, asaj listës arbitrare të kujdesit. Pak ditë përpara teksa po përuroi përfundimi i restaurimeve të pjesshme në Muzeun e Kosovës dhe po zbuloi skulptura e quajtur Herme, u bë e ditur edhe lista e monumenteve, përkohësisht të mbrojtura nga autoriteti i Ministrisë së Kulturës. Një listë prej 1181 objektesh të trashëgimisë kulturore. Listë kjo që përsëri la jashtë kujdesit newbornin, monumentin e pavarësisë së Kosovës. Lehtë e dallueshme, lista e monumenteve të trashëgimisë nuk është vendi më i përshtatshëm për këtë monument, por ama ky monument bashkë me plot të tjera po çajnë në një listë kujdesi. Dizajnuar nga Fisnik Ismaili dhe komisionuar nga qeveria me rastin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, newborn gjendet aty ku është sot që nga 17 shkurti 2008. Kur thuar nga padia dhe mungesa e eksperiencës, askush nuk erdhi as me idenë gjenjale të mënyrës së mirëmbajtjes e as lokacionit permanent. Komuna e Prishtinës si një farë pronare e këtij monumenti s'na ka treguar asnjëherë për ndonjë plan zhvillimor urbanistik ku do të involvohej newborn. I lën jashtë projekteve të rinovimit. Newborni njëherë është mirë, shkret është lista tjetër që në top 3 mban pallatin e shtypit Rilindja, bibliotekën kombëtare universitare, si dhe pallatin e rinisë e sporteve. Këto të lidhura ngushtë me tan identitetin qytetar të këtij vendi. Pallati i Shtypit deri më në 1990 publikoi gazetën e parë në gjuhën shqipe në ish Jugosllavi. Rilindja, gazeta shqiptare me tirazhin më të madh ndonjëherë në kohë festash, arrinte në gati 250.000 kopje të shitura. Qendra botuese e një vargu maratonik publikimësh letrare, shkencore e didaktike. Më e madhja shtëpi botuese në Evropën juglindore gjatë viteve të 80-ta e 90-ta. Ndërsa, nga një objekt signifikant arkitektonik, biblioteka kombëtare sot mirëmbahet vetëm nga pastruesit e hapësirave të brendshme. Aty tym del çdo ditë edhe nga mungesa e programeve alternative për ta kthyer këtë institucion në destinacionin për të gjithë dhe jo vetëm studentët që përreth takojnë të dashurit e brenda mësojnë provimet e radhës. Flaka i mori një hapësirë të shfrytzueshme edhe pallati të rinisë e sporteve. Pas djegjes fatale, vite më parë objekti më signifikant arkitektonik në vend gjendet jashtë planeve investuese e mirëmbajtësore të komunës e qeverisë. Fjalët për rënimin e këtij objekti dalin se jehon morti prej gjysmë gërmadhave të saj. Kësaj ekzistence fizike, as era mirëmbajtje si vjen. Artist, aktivist e arkitekt të rinj, vajza dhe djem të qytetit u bashkuan në një komunitet, jo vetëm për të strukturuar një performancë program, një orësh, më tepër për të ristrukturuar ndjenjen për hapësirën e përbashkët, për të reflektuar në vërtetësinë abstrakte të ekzistencës së kësaj hapësire. Dhe hieshia nuk ka kulmuar në natën e eventit, ajo ka ndodhur në proces. Natyra punk e një lëvizje kaq subtile është ndërtuar për disa muaj në një rrugë sfiduese dhe një infiltrimi fizik të artistëve në hapësirë. Gërmadhat e djegjeve të para 10 vjetëve janë la e shpërla me dorë.
me duar, plot duar, edhe sot, teksa kaloj në për albumet fotografike të këtij momenti. Shoh hjek e zahmet, shoh drita në sy, shoh njerëz të bukur, mirësi, protest, shpërfillje, shoh punk, pop, shoh pluhur, shoh dritare, nëna me fëmijë që s'do të rritën kurrë, të rritur fëmijë. E kur ndalëm, sa adhuruari, provoj të kujtoj herën e fundit që jam ndjerë kaq e plot në relacion me qytetin dhe qytetarët e mi. Në kalimin tim ka newborn, mendoj prap për surrealitetin e monumenteve të lagjës son. Never stop loving, thot semafori që ma mundson kalimin, gati të sigurt. Never stop loving. Kjo tepër e bukur, se unë as që e kam në plan. Për analiza, video dhe editoriale tjera, vizitoni web faqen ton www.d4dviz.ks.org. Ju faleminderit që dëgjuat.